industrial, biznes i vogël, gjeta aty një situatë të shpruse. Gjeta njerëz të cilët kishin shitjet më minimale. Gjeta shitës që më informonin se po thuaj nuk shes asgjë. Gjeta të tjerë që më thanë se më njeriu jam unë këtu. Nuk ka të ri. Nuk ka kush blen. Gjeta biznesmen, gra dhe burra, me gjoba nga më absurdet të skuadrave, plaçkitse të bashkisë. Pra, gjeta një situatë të dëshpruar për këta njerëz. Por nga ana tjetër konstatova me kënaqësi se programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël, do me thënë, rritjen e tavanit për pa taksa, për biznesin pa taksa, nga 120.000 euro në 180.000 euro, ishte pritur shumë mirë. Se rënja e çmimit të ulja e çmimit të energjisë nga 18 lekë në 6 lekë, përgjysmimi i çmimit të ujit, linjat e kreditit but për biznes të vogël, ulja e tarifave për sipërfaqet publike nga 1.500 në 120 lekë, amnistia e të gjitha gjobave të vendosura ndaj këtij biznesi, përgjysmimi i çmimit të ujit dhe vendosja e kufirit të thana bashkive që të mos mundet kur të taksojnë këtë biznes më shumë se 1% të xhiros. Unë këto gjeta aty pash një optimizëm, aty pash një mbështetje transversale, pavarësisht nga bindjet politike të paketës Partisë Demokratike për biznes të vogël, të përpjekjes saj Made in Albania. Ndaj dhe, me qenë se aty unë fola vetëm me biznesin, desha që në këtë deklarat, t'ja u afirmoj dhe atyre, fjalë për fjalë, ato që u premtova dhe që do jenë realitet 3 muajt e parë të qeverisës Partisë Demokratike. Për ne, biznesi i vogël është gjenatori kryesor i punësimit, ne do bëjmë gjithçka për suksesin e tij. Faleminderit. Berisha, pyetja e parë. Sot kryeministri Rama ka deklaruar se ai vetë mund ta kalojë sado herë oqeanin dhe pret edhe një ftesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një vizitë, qoftë takim edhe me presidentin Trump. Ndërsa ka ironizuar në ngratën tuaj, ka thënë se u bën disa muaj që pompohet heqja e saj, por do ta shohim, thotë. Tani që të më bësh mua të komentoj deklaratat e një njeriu të ndryrë që ka frikë dhe të merr nga gazetari, nuk e di sa është etike që unë t'i përgjigjem atij. Sepse unë dhe ai dhe çdo politikan kemi detyrim elementar
ndaj qytetarëve shqiptar të paraqitëm para gazetarëve. Dje lexova një artikull. Presidenti Donald Trump ishte paraqitur para gazetarëve dhe kishte komunikuar me gazetarët në këtë harë kohor nga 20 janari gjerë tani 20 herë më shumë. 20 herë më shumë se paraardhësi i tij në 4 vite. E kuptoni ju se me këtë qëndrim antitransparencë, antimedia, nuk ja vlen ta konsiderosh për asgjë. Për sa i përket asaj që tha ai, mund të them 2 fjalë. Se Antony Blinken sot është non grata në vendin e tij dhe uroj që të paraqitet para drejtësisë amerikane. I them gjithashtu se nëse Blinkeni bërë një vizitë blic në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigal, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë. Kjo është përgjigja ime për sa tha. Faleminderit.